se keni ardhur në restoranin Fjala. Ju përshëndes në emër tim personal dhe të shoqatës Plumbi. Po njët. Për të takuar sot, na është mundësuar në bazë të aktivitetit dhe suksesit gjatë vitit që lan pas, aktivistët, lojtarët e shoqatës Plumbi. Kur e them këtë, e kam parasysh garimin në nivel të Kosovës. Këtu 50 plumbajtës të plumbave rrotullues që kanë marrë pjesë në gara, prej tyre 250 plumba, kurse në librin e Kosovës kanë hyrë 110 prej tyre. Në regjistrin e librit të Kosovës, prej 110 plumbave të regjistruar, në këtë libër 12 janë të shoqatës Plumbi. Çka do të thotë, nëse e bëjmë llogarinë matematikore, 10% të shoqatës sonë në nivel gjithë Kosovës. Për aktivitetin gjithëpërfshirës të shoqatës sonë dhe historinë e saj, thras kryetarin e shoqatës Plumbi, njëherët kryetarin e Federatës të Kosovës, Zotri Mustaf Berisha. Mosafir të nderuar, delegat të Federatës, antar të shoqatës, ne sonte jemi të bue për të shpallur fituesin e vitit 2011 si të kampionatit Kosovës, po ashtu të shoqatës. Edhe njëherë thonë mirë mbrëma, edhe mirë se keni ardhur. Po njëherë ne sonte e festojmë edhe 36 vjetorin dhe aktivitetin e kësaj shoqate. Prandaj më lejoni në pika të shkurta të lexoj të shënimi i 36 vjetorit shoqatës kultivimi dhe mbrojtja e plumbave Plumbi në Prishtinë. Kjo shoqatë ka historik të gjatë 36 vjeçare, kur është themeluar dhe ishte iniciuese e themelimit të shoqatave nëpër qytetet të tjera të Kosovës. Themelimi i kësaj shoqate daton që nga dhjetori i vitit 1975, kurse zyrtarisht është regjistruar në vitin 1976. Iniciues për themelimin e kësaj shoqate në atë kohë ishin inxhinier Bora Vasiqi, Arif Blakqori, Haki Selimi, Karaman Borniku, Nazmi Sinoni, Dimitriović Gjoka, Beqiri Smojli, Jovanovski Trajko, Vesa Mahmuti dhe unë Mustaf Berisha. Pe këtyne, tash po mdot me thonë, vetëm unë e kam jetë gjallë një jetë, edhe Bora është në vitet e 90-ta, kurse tjerët janë të ndjerë. Ka pas shumë individ në qytetin e Prishtinës që ishin kultivues të plumbave, por nuk ishin të organizuar në mënyrë institucionale. Andaj kishte nevojë që dikush ta merr këtë iniciativë për themelimin e kësaj shoqate. Atëkohë ka patur kultivues të plumbave, bylbyre dhe individ të komsive tjera. Një nga ta ishte edhe Bora Vasiqi, i cili ishte në postin e kryetarit të Këshillit Ekzekutiv të Prishtinës. Dhe ai së bashku me të lartë përmendurit mori iniciativën për themelimin e kësaj shoqate. Kjo shoqatë u regjistrua në organet e atërshme dhe u zyrtarizua aktiviteti i saj. Shoqata kishte statutin rregullore të tjera që ishin kusht për regjistrimin e saj në organet e atërshme. Që nga ky vit shoqata është aktive dhe ndikoi në themelimin e shumë shoqatave tjera në tërë Kosovën. Duke por aktivitetin e shoqatës tonë, interesimin e shumë individëve në tërë Kosovën për kultivimin e plumbave bylbylave, kjo shoqatë i interesoi në xhirin e vet shumë kultivues dhe atë
nga Gjilani, Prizreni, Vitia, Ferizoj, Lipjani, Shtimla, Besjana, Vushtria. Kjo shoqat ka qenë shumë aktive dhe ka merita shumë të mëdha për organizimin e ekspozitës tradicionale për ndër të ditës së çlirimit të Prishtinës, ku anëtarët e saj kanë ekspozuar të gjitha llojet e plumbave dhe bilbilave, e cila ekspozitë është shumë atraktive për vizitorë, me qenë se në atë kohë në Prishtinë nuk ishte kop zoologjik, po ashtash skemolla. Vizitorët më të shumt kishin nxënës të shkolla që ishin edhe preferenca e sekretariatit për rini, arsim dhe sport për ta vizituar këtë ekspozitë. Shoqata ka marrë pjesë në gjitha ekspozitat që i organizonte atëherë në ish Federatën Jugoslave, si në ekspozita ndërkombëtare si në Hungari dhe në Bullgari. Shoqata ka merita më të mëdha që në vitet 80 arriti që plumbin rrotullues të pranohet si plumb rrotullues prishtinas dhe u regjistruar në Federatën e ish Jugosllavisë. Po ashtu, në vitet e 90 është pranuar si plumb autokton i Kosovës, Gjylia Prizrenit, Kuti 5, Kuti Qakovës. Kjo shoqat është e para që iniciativën për vurjen e nozave në mënyrë zyrtare të plumbave. Mu për këtë aktivitet të ngjeshur, shoqata jon ka dhënë antar në kryesinë e Federatës për kultivimin e plumbave në ish Jugosllavi. Shoqata ka organizuar çdo vit vizita në gjitha ekspozitat që janë organizuar në ish Jugosllavi. Vizitat kanë qenë kolektive. Shoqata ka organizuar seminare për të njoftuar antarësinë se si mbohet dhe kultivohet plumbi dhe shërohet nga sëmundjet e ndryshme. Më vonë u regjistruan edhe disa shoqata dhe aktiviteti i tyre dhe i joni ishte organizimi i garave të plumbit rrotullues dhe regjistrimi i këtyre rezultateve në librin e Kosovës. Pas luftës, shoqata jon ka marrë iniciativën që të themelohet Federatja e Kosovës për kultivimin dhe mbrojtjen e plumbave dhe pas themelimit kjo federatë u regjistru si organizat jo qërvitare në Ministrinë e Shërbimeve Publike. Shoqata ka bashkëpunuar ngushtë me Kuvendin Komunal dhe Departamentin për Sport dhe Rini dhe Kulturë. Në çdo manifestim që është organizuar në komunë, antarët tonë kanë marrë pjesë në lëshurin e plumbave. Ky aktivitet na obligon që në të ardhmen të jemi edhe më aktiv në organizimin e kësaj shoqate dhe kultivimin e saj, traditat shumë vjeçare të kultivimit të plumbave. Faleminderit. Shoqata jon për aktivitetin dhe suksesin arritur për vitin 2011 ka vendosur të ndojë shpërblime veteranëve, antarëve më të vjetër dhe garruesve më të suksesshëm. Dorëzimin e këtyre shpërblimeve do t'u ndojë zotëri Fevzi Sejdiu, antar i shoqatës sonë. Si antar veteran, nderohen dhe shpërblehen me mirënjohje këta aktivista. Lus zotin Sahit Hazirin, të vijë të marrë mirënjohjen. Hajde Sahit, signori. Pashnet edhe ma shumë e suksesit.